Pastaj ka shiqu sërish zemrat tjera pos pejgamberëve. Zemrat më të çiltërt, më të pastërt, më të mira kanë qenë zemrat e shokëve të pejgamberit Allahut. Ai thoi vetës dhe njerë, ti shakon venin e Bubekrit. A mu ishe mu konë venin e Bubekrit? Po s'mu ishe mu konë se ti zemrën se kjesit të Bubekrit. Që ta kuptoj një thonjët pejgamberit dhe shumë thonjët pejgamberit. Pejgamberi Allahu njerë tha ju, gjeneratët që vinë pas, shokëve të pejgamberit Allahu, një kodër dukat sa Ehudi me dhonë sadaka s'munët me arrit shpërblimin se vapin e një sahabiu që i ka dhonë një par grushta elb, mi dhonë sadaka kodrën e Ehudit. Se kodra e Ehudit ato që si janë konë kujtoj se kodra e Ehudit e vogël, dhe më thonë që e menor, më nëna kupton, dhe një kodërin e vogël. Kodra e Ehudit në 7 km e godë, 3 km e gjonë, 1 km, 1.000 metra e nërtë. Kodrën e Ehudit dukat me dhonë, sadakati për Allah, për the, se vapin e Bubekrit se në merë ti sa një grushta i që ka dhonë elb edhe grun. Pse, a dini pse? Se në peshore ku t'hipin, ku t'motën, regjistrët, apo veprët, apo edhe ti me hipin, ati pesha cila ranon më shumë, në bazë qkafi, bazë madhësis, apo në bazë diçka sekreti, në bazë të asaj që e kje në zemër. Dina mazlim me një saf, njoni me qetrin falet, në gjithë, dali për namazit, njoni ndoshta hitë s'ka namaz, qetri përgjis, qetri të plot. Gjithë, mas një imam. Për shkak se Allahu Azza wa Jall peshorën e ban të peshoje, jo si pas pamjes, jo si pas madhësis, po si pas zemrave. Këna se kupton që këta e ki kuptu shumë sende. E ki kuptu se pse 99 regjiste me një onë që është hadithi pejgamberit Allahut, pastaj me një onë me një kartele vogël, kjo kartela peshorë më shumë se këto 99 regjiste. Se që këtë kartel ka pas sinceritet më shumë se sa gjunohet të cilët madhësia gjunoheve që ka qenë kënë këtë që të nënonë. Apo më abetet të gata dhe thonë që është penduk i njeri e për këtë arsye ka vdek me shahadet në fund jetës e vetë, apo komentet të cilët janë tematikën e vetë. Pra në peshoj njerëzit me zemre. Zemrët më të mira pas pejgamberëve kush kanë qenë zemrët e sahabëve. Para ta libri Abi Talib thonë dhe diskutojshmi në Medine se cili është më me vlerë. A ai që besojnë në kohën e Firaunit, që u bon shkak të shpëton në kokën e një pejgamberi, mu'min ale Firaun, ai që e mshem të imanin, dhe i thëj ke Musajt, hik, se kanë me të mi. Do me thonë që ai që i mbron musliman që janë qeveri, në kohën e Firaunit ishtë qeveri, e mshem ke imanin. Ama i maj mirë Abu Bekri, i cili e mbrojti dhe përkrojti pejgamberi. Po dhe ai e mbrojti dhe përkrojti Musaj. Nëse Abu Bekri e ka përkrojt dhe e ka mbrojt një pejgamber të madh, dhe ai e ka përkrojt, e ka mbrojt një pejgamber të madh. Mi po dhe Ali ibn Talib në thëshmi për shkak se Abu Bekri atë i kalon ati, vetë se e kanë një dallim me ata. E di cëllë dallim? Se mu'min ale Firaun e mshet e imanin kurse kje e publikoj ke iman. Abu Bekri pinë parëndit, e ka publikoj iman. E kuptu të dallimi cëllë është. Pra shokët e pejgamberit Allahut ishin njerëzit më të zgjedhur, dhe Allahu Azza wa Jall thot i ka bon ndihmësa të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë luftu dhe kanë rezistu për dinin që ka ardhur pejgamberi Allahut. E pastaj thonte një fjalë të cilët e keq përdorin edhe shumë xhallar këtë fjalë dhe thonte Abdullah Mesudi, atë që e shohin musliman që është e mirë, ajo është e mirë. Dhe atë që e shohin musliman që është e keqe, është e keqe. Këtu po flitet për sahabët, apo po flitet për gjeneratën tonë? Këta bojnë i mevlut, këta bojnë i bidat, musliman për shohin mirë. Kejto gjallarë po tojnë, okej.
Allah Mesudi ka thonë, shka e shofin musliman dhe mirë, ajo është e mirë. Në fe është e mirë. Shka e shofin musliman të keq, ajo e keq. Që Allah Mesudi ka thonë, e vërdet e ka thonë, ama i s'ka thonë për ti, halin ta. Shko për akshirun pas qiret, ti ma i të bërë. A i ka thonë për sahabë. Atë që e shofin sahabët e mirë, në fe, është e mirë. Nëse kushtimisht po thojmë, Omer ibn Khattabi e ka pa të mirë, mi mbledh njerëzin taravi me një imam. Ha? Kjo është e mirë në fe. Për shkak se është sahabi, shokë pejgamberit Allah. Po ato që e kanë pa keq sahabët, keq duhet jetë, dendi të kiametit jetë e keq. Edhe pse sahabët as një bidat, Allah nuk i kanë shpik, nuk transmetohet një bidat në jetën e vet, që i kanë shpik edhe mëse pejgamberi Allahut e ka miratu bidatin e sahabëve ka qujtë sunet. Ka thonë përbaj një sunetit tim dhe sunetit kujt më kamësve të mi. Pra sikur që Ebu Bekri, Omeri, Othomani, Aliu me pas shpik bidatin fe, po thamë, për neve ishte sunet. Me konfirmimin kanë miratimin e pejgamberit Allahut. Se sunet është atë që e ka vepru pejgamberi Allahut, atë që e ka fol pejgamberi Allahut dhe atë që e ka miratu. Veprat e sahabëve, në veçanti khalifeve, mëkamësve të ti ka miratu pejgamberi Allahut për neve sunet, amo nuk ka gjisëm argumenti që dikush mundet me na i pru se ato e kanë shpik një bidat edhe pse ka qenë me konfirmimin e kujt pejgamberit Allahut. S'ka, kam më lumtu, s'kam gjithë. Po me që diqme dhe kam më lumtu se nuk ka një sahabi që ka qenë pale në khawarijgjve bidat gji. Asni. Asni sahabi pale në khawarijgjve, asnja se konë. Kështu Allahu azza wa jall për ata ka thonë radiallahu anhum wa radu anhum. Allahu ka nuk qenë i knoqur me to, dhe ato do të jenë të knoqur me Allahun azza wa jall.